Shuhet Ardan Lame, ish kreu i kadastrës, ka ndërruar jetë në moshën 58 vjeçare në Munich të Gjermanisë pasi u nënshtrua një ndërhyrje të vështirë në zemër, të cilës nuk i mbijetoi dot. Ish zyrtari i lartë ndërroi jetë pasi doli nga gjendja e komës. Lajmi është konfirmuar nga miqtë e të afërm të Lames. Në vitin 2023, pasi u largua nga posti si drejtori i ASHK, Lame u shpreh se largimin e konsideronte si dhuratë për ditëlindje, ndërsa theksonte se duhet të kujdesej për shëndetin. Kryeministër, unë nesër kam ditëlindjen. Dhe pas disa ditësh, 3-4 ditësh, kam dhe përvjetorin do të shkoj të bëj vizitat nga fillimi të asaj ngjarjes me shëndetin që kam pasur para disa vjetësh. Dhe e konsideroj këtë tërheqje edhe si një lloj dhurate për ditëlindje, sepse realisht kam nevojë për të u fokusuar pak te shëndeti dhe tek vetja për një periudhë të shkurtër kohe, sepse pastaj më mbetet nga mbrapa ajo që unë e them gjithmonë më han duart për të bërë ndonjë punë. Faleminderit gjithëve, faleminderit në atë parë juve për mundësinë që më dhatë që deri tani që të lë atë gërmën time tek historia e shtetit shqiptar. Faleminderit të gjithë stafeve të mirë të liq, punëtor dhe ca më pak punëtor për punën e bërë bashkarisht deri tani. Punë të mbar drejtores së re, punë të mbar koleges time në vijim të drejtores së Akshit.